Më shku mi marrë që ta bukë. Kur e kon në zonë vlanë, kum kusit me kos, i kum pas kjetë, i kem nuë, i kem bo punë tëna. Tëna duhet mi bo punë të burrave, duhet mi bo. Jo shumë kohë pas lirimit të vëllaut nga burgu në moshën 20 vjeçare, ajo martohet në një familje me të ardhura mesatare. E pas martesës, ajo e mësoi edhe një punë të re, atë me vek, sepse kjo ishte mënyra që t'i siguronte veshjet e fëmijëve. I kum pas 18 kur jem fejuar, 20 kur jem ardhë. Kur jem ardhë nuse, e kum gjetë kunjatën, 2 kunjata, e 3 kunjet. Atëherë ato jenë konë mas më, unë me vogël. Kur jem ardhë mi desdim një kohë bora që tu, atëherë ku kishim me marrë ujë, kishim shpinë qëtje po shkojshim 2 veta e mërshim me drangë. Ujtë, se kishim me bo punët. E shkallëve për pjetën në shpi, atëherë i bëjshim punët. Të nëshim, masamene na kanë punu ata, se s'kem pas tokë pak, kanë punu, kanë fitu, i bënë tokën, u martu. Atëherë, kur u bënë mas mirë, u damë nër veti, veç e kem quta në heret mirë. Ma dëmëti kemi pas atëherë, i herë ma dëmëti. Se u danë 4 vena, atëherë u shkanë punë senet, veç ma dëmëti. Toni kanë punu djemët, dikush hinin punë aneje, dikush aneje. Bëjsha vek, bëjsha qëlyma, kur e marë bëjsha qëlyma, me i majtë fëmin, me i rritë, me i vesh, me i mafë. Dëshën doke me i qunë shkollë. Mu kanë mësuar në gjini, ajo kunjata, këto të në shve dhe kunjatat, bëjsha qëlyma, punja, majtë fëmin, u rritë në djemë, punun, u martun, kum ditë me punu, me gatu, me lajeni, me tëna, me bo veke, me tëna i kum bo. Kur krahason të shkuarën e saj me jetesën e sotme, ajet ja vënë pa anet e mira dhe të këqija. Si përmirësim i përmend kushtet e jetës, ndërsa si dopsi thot se dashuria dhe respekti ndaj njëri tjetrit janë zbehur. Tash o jeta tash me tënat mirat, me ujtë në zetë, me ujtë ftoft, me tëna mrena, në atëherë, apo të thëmë bajshim një sahat për pjetë e bajshim ujtë. Kur lajshim tesha në ngri shpëllaki, pe jaklit krejt kur si dimni, tash tëna sendet jenë ardhë mirë, atëherë ko dash një e mirë, e kem dash shëqishojnë, i të kem dash të kojshit neve, tash dënë kush me të pa me sy. 300 ditë thëmë së vjen një musafir. Atëherë musafirat vishin promjet, u qeshim, e gatujshim, e qitëshim pite, në kanë ardhë musafir. Tash edhe me të ardhë musafir, rinë 10 dakika, ja qeti kafe, ma i sak, shkon shpit vetë, as hanë bukas,